Ç'është ky muhabet? Ja ta gjejmë një muzikë kështu, që se kap YouTube. Ja t'ja ulim zërin. Është e bukur kjo. Italian Mediterrane relaksion. Edhe kështu. U poqëm përsëri, sa është data? 9 tetor 2025. Ora tani do ta ngarkojmë videon pas pak. S'kemi çfarë bëjmë, nuk e bëjmë dot live se s'kemi internet të shpejt. Ora është gati 10 pa 1 minutë. Kur të kapim edhe pak lek, do bëjmë një fushat aty në Facebook që mund të shesim reklama. Juve mund të shisni, jo, mund të blej, unë blej reklama. Po shes reklama, si quhet kjo? Pra do bëj një njoftim aty që ju të bëni reklamën tuaj dhe të paguani 2000 lek. Fillon reklama nga 2000 lek në muaj e do bëjmë nga një reklam çdo javë, 4 reklama. Çfarë i keni juve 500 lek, 2000 lek, 20 euro, çfarë se keni? Trank, po aman për mua janë shumë, ato është goxha kontribut. Do vi unë aty ke sipërmarrja juaj edhe do shikoj. Do nxirr si quhet ajo që e thoshte ai Agim Kraja, është e bukur. Motivin. Agim Kraja i mat Agim Kraja. Agim Kraja thotë ne s'bëni mazje. Kompozitor. Jemi për tjetër çështje, po e fillojmë kështu tani, se zorin të merremi me çështjen tjetër, e kemi çështje. Agim Kraja thoshte bukur thotë, ne nuk bëni mazje, kompozitor kalibri, ja kështu që të respektoj audiencën. Ja dhe me një qikraki, mirë ishte të kisha marrë një gotë birë për skajgjo ose limon soda. Edhe thoshte, neve thoshte, nuk bëni mazje, thot, thjesht shkonim në një vend, thot, dhe merrni motivin atij vendi. Dhe unë ashtu do bëj me juve, që do bëni reklamën ke portali im. Tanke janë një 7000 ndjekës atje, Facebooku më ka ndihmuar kohët e fundit, ka dhënë sugjerim, se me zori isha 5000. Po edhe duke u rritur, nëse çon si ka, pra 2000 lekë në muaj është reklama, 4 nga një çdo javë, 4 reklama në muaj. Do vi ke biznesi juaj, do ta shikoj, do nxjerr motivin, u krye. Çfarë doni me tani vetë dalim ke tema. Tema është atraktive, juve e dini. Është aktuale. Këtu frigoriferin e kemi plot kur të vini, ja shikoj. Këtu kemi çaj të ftohtë bio, kosqumësh, ja ku e kemi kjo Golden Eagle, birat i kemi këtu që janë çik më të ftohta. Të gjitha janë. Ja ku kemi edhe bitter, edhe ujë, edhe verë, edhe rakin e kam këtu. Pra juve mos nguroni të vini për debat, se këtë kemi si qëllim kur të nxjerrim këmbët nga uji. Pra kur të nxjerrim këmbët nga uji, këtë kemi si qëllim. Që të zhvillojmë debatin këtu. Ja ku është tavolina gati, pa ja. Ka lezet. Këtu ke farat, ja. Shikoj, ulem këtu unë edhe vim publiku. Tani ne do flasim për çfarë do flasim? Ja se jam më mirë aty. Për zgjedhjet. I ka dalë Ramiu i theme për Këdheliu, i ka dalë një kandidat shumë i fortë kundra Manastirliut, sipas opozitës dhe atyre që nuk e duan PSN. Unë e dua PSN, vdes për PSN, kam dashuri të madhe për PSN. Shumë njerëz të audiencës miq më etiketojnë si patronazhist. Kur i pyesun çfarë do thot patronazhist, ata nuk e përkufizojnë dot. Ardi Bido kishte përkufizuar, është një angazhim në një territor, thot, rrethalleve që kanë qytetarët, patronazhisti i quan, i shkruan, edhe ai e partisë. Dhe partia viret në lëvizje, cilat edhe halle janë më imediate, që qëndrojnë dhe janë drejt elektoratit. Pra e shpjegovi patronazhist. Ndërkohë këte nga krahu i djathtë vazhdojnë gjymat ende të urrejnë patronazhistin. Patronazhisti është niveli më i lartë i angazhimit politik. Pra të celul më celul, der më der, nëse nuk dorim të merremi me PD-n, se sa të jetë PD-ja Ramiu është ngrohtë me pushtetin, e fiton qyl fare, qyl ai gëzuar, po qylore. Limon soda thot, i ka bërë gjithë atë reklam, e ka shkruar këtu me limon sicilian. Se ç'lidhje ka limon sicilian apo limon nga Roma apo limon nga Skrapari, unë se kuptoj. Limoni është, ai thot limon sicilian e ka etiketuar. E ka bërë edhe mark, këtë punë bëjnë evropianët. Evropianët gjejnë thera, skuta, edhe i marketojnë, edhe i thot një skut, siç na nxori ky Artan si e ka ky Shkreli. Artan Shkreli na nxori një skut nga Peza, dëgjohet. Ja ta themi edhe këtë, para se do vim ke zgjedhje, Si do vim ke zgjedhje, në zgjedhjet e kemi dashuri e madhe. Ka dalë kandidat i fortë, Florian Binaj, arkitekt me profesion, por ndërkohë jo, arkitekt është diplomuar, po ndërkohë i gjeti veten ke humori, prit Artan Shkreli, e bukur kjo. Ishte një vend atje, pra të dalim ke kultura perëndimore. Çfarë bën kultura perëndimore? Shikoje. Ja, po erdhi Ledio këtu është shumë bukur, ja, kultura perëndimore. Pra në qafë çelmetajt, thot tani, e ndjekun këtë, shumë fantastik. Edhe kjo s'ka marrë asnjë post ministror, sado që është komod me Edi Rama. Po pëlqen ekuilibri i këtij.
prit një sekund. Mu pëllëmbë, mu përmbi pezë, ndodhet një çukë me kulm të rafshtë, prej nga ku shpaloset një kundraje pamje 360 gradëshe, që zorë se ekziston në një zonë tjetër koordinore të Shqipërisë. Në foton 1 shquhet ishulli i Sazanit, shikoj nga atje, nga ajo ku quhet, nga ajo përmbi pezë. Në foton 1 shikon ishulli i Sazanit, në foton 2 shihet mali i Tomorit me majën pothuajse të zhytur në re. Në foton 3 dallohet qartë silueta e malit të Dajtit e në vazhdim deri drejt tej Krujës. Në foton 4 silueta e sipërme e vargut koordinor të Kepit të Rodonit. Pra, kjo është kulturë. Ky po na tregon një vend në pezë. Po nuk është aq e thjesht, vend në pezë, pra vend në pezë ku ti bën një pamje fantastike panoramike. Edhe atje, si e thot mo, ku e thot? Prej nga ku shpaloset një kundraj pamje 360 gradë që zorë se ekziston një zonë tjetër koordinore të Shqipërisë. Pra, dhe atje po të vesh atje, kjo është, po ti ishe këti me kulturë perëndimore, ti o ti që po na shikon dhe unë, po të kishim kulturë perëndimore, këtë pikë strategjike në pezë e kishim shitur. Pra kishim këtër atrakcion turistik, ne shqiptarë se dim, ata 5-6 veta që e din shkojnë atje për të dhirë e për të shuritur, e kuptojnë apo jo? Është një pa identik, kjo nuk është për të qeshur, kjo është mëse e vërtet. Çfarë kemi monumente kulture, pika strategjike, vlera kombëtare, ne kemi vlerësimin 0. Pra kjo ishte kultura perëndimore, që ta dini, janë të poshtër perëndimorët, nuk lejnë gjë pa shitur. Si tha. Limon soda ata me limona sicilian. Het keqen unë me limona se ata që janë këtengë me limonat e Napolit, ata zbeniç ata. Pa këta, pa që limona sicilian. Edhe kushtojnë 0,5 cent, 50 cent ose $1 ose €1 më tepër, se janë limona sicilian. Pra jemi në perëndim, nuk jemi aty. Po është vërtet e mirë, me limon sicilian. Edhe në ka dalë Florian Binaj, me arkitekt me profesion. Jo, arkitekt i diplomuar, me profesion humorist. Dhe ka dalë si kandidaturë e fortë, po thonë këta, kundra Ramiut. Ramiu me nuk dëgjon fare, Ramiu e përmendi atë fjalën, kemi përvojën, eksperiencën, po i thanë këshilltarët i që nga komunikimi publik këtë, sepse që don keq, nëse i thua elektoratit që kemi përvojën, do thotë që na je bërbarë, ç'të të duam kaq. Edhe Rama me Terezie thot atë fjalë. Dhe tani ka dalë këtu si konkurrent. Tani gjithë pyetja që bëjnë njerëzit, jo ata që janë e kanë ndarë mendjen për të votuar Binajt, Florian Binaj, por bëhet fjalë për ata që thonë, ore, dua ta bëj votën e vlefshme, unë thotë në zhvillim të vendit. Mua nuk më kërcet as majtas, as djatas, thonë ata, thotë elektorati. Një nga këta, ky lloj elektorati jam edhe unë. Pra mua më intereson ta shes votën sa më shtrenjtë në kuptimin e zhvillimit të vendit. Tani bëni vetë llogarin se sa lek vlen ky. Tani ne kemi një, e vure ti atë komentin atje? Komentin e kishe fix komentin. E vure, bravo të lumë. Ku jemi neve tani? Jemi live, jo, jemi post-production, s'kemi internet të mire, tam. Dhe tani gjithë mesazhi është për ata që duan që ta kenë votën maksimalisht, pra nuk janë patronazhist as militant të njerëz apo tjetër parti, po thotë unë dua ta bëj votën e vlefshme. Vota e vlefshme sipas gjykimit tim, pra ata zëm se do votojnë Florian Binaj. Ne kemi një president që deri diku opinioni publik, si quhet kjo, analistët e quajnë si kukull. Pra, çfarë thotë Rama në telefon ai aprovon. Tani në të njëjtën gjë, nga njëra anë opozita e godit presidentin, nga ana tjetër opozita po këmbgul që të na prezantojë një kryetar bashkie të ri pa pikën e vlerës. Po se çfarë do bëj Florian Binaj, më thoni ju mua. Çfarë do bëj Florian Binaj kur ai ka këshillin bashkiake ka kundra? Pra ai ishte atje kukull, do marri rogën, do bëj një emërim të vogël, do një gjë, sa e ka peshën, po besoj se siç e tha Ilir Meta në kohën e vet, as sekretaren e tij s'ka pushtet që të ndroj. Pra, ku është thelbi që ku është interesi që çdo njeri me dy parë mend të votojë Florian Binaj në kuptimin si kandidat i pavarur. Ora ai mund të ishte kushdo që të ishte, një gjeni. Përsëri në kuptimin logjik dhe në kuptimin e interesit dhe në kuptimin pragmatist, është e vështirë pse të votojë, thotë, pse ta votosh? A ti mund ta votosh po për një arsye. Si kundramesazh ndaj të majtës, ndaj Ramiut, pa ti si bëhet vonë, sepse 2 vjet është, maksimumi 1 vit e gjysmë, a 1 vit.
Aku merret vesh sepse gjykata kushtetuese e rrezovi atë dekretin e presidentit sot. I tha, "Tën rrezovi, tha prit një sekondë, është e padrejtë edhe në datën 31 duke se ka seancën, ka mundësi të vetë edhe unë atje me operatorin tim. Se seanca ishte hapur. Pra nuk ka interes vota ndaj kujdo qoftë që është përballë PS-s. PS-ja ka shumicën në Këshillin Bashkiak. Ata janë pushteti, e pat juve si i futën gishtin e Rionit, një telefonat, Ramiu i futën gishtin. Tani, çfarë na vjen ai polici portokalliste? Shkotesh pa lidhje, kupton? Madje mirë do ishte që kandidatura të provoheshe nga, pra, e Saliu njërë do të ishte, si ta them unë, ai është më problemi në këtë aspektin politik. Sepse duheshe një figurë që vërtet nuk mund të kishte peshën e dur në bashki, po të paktën do përcilte mesazhin, do ngrinte nivelin, e kupton, do ngrinte nivelin. Ne nuk e patëm këtë mundësi, nuk e patëm fare, vajtëm të i thamë policit, hajtë këtu se të kemi shumë mirë, policin Saliu e ka të punësuar ke televizion idealit të vetë, edhe i se mere vesh Saliu. I kapi që të gjithë me adriti klapaj me atë qaj quet, a i mbajti qëndrim të mirë, po pasaj u gërzua. Shehaj, agron Shehaj, mbajti shumë qëndrim, trenka i po nëzishte në pa demokratin e vërtet. Po pasaj treku të rojq, e si që ka politika, pragmatizm, thot Olti, dhe i ku lësia në lesh. Po pse mu Olti, thashun, si do të vepron të lësia si pas të eqe të kërës? Të këmgull të tha si vetëvendosja, i math Olti. Se njifni Olti në Olti Qela i që bente protesta për lësijin. Nuk e njifni? Është i math, i ka i kur humori fare, i ka i ku. Po, i që zot t'ja di, i flasëm për politikën, nuk do t'ja di fare. Atere potha, nga ka shgënjër, tha, një të gjerë në këto vorbull jemi. Pra se që keni parasysh, shkruani atë në një komende dhe një mendim, në një kundërshtim objektiv, jo ashtu kot qesim, nuk na duhet qesim jemi vetë, po dhe qesimin duhet ta sillni pak bukur, ëmbël. Pra na duhet diçka, si ta them unë, humor i zi, që Ramiu të vi ke komentet tona, të vi ke komentet tua, ja dhe ke videoa ime, në të kundërt ashtu spyet njeri. Pra ashtu ka Saliu nai, për gjëra banale të rëndomta, të trasha, pa sens, pa imagjinat, pa fantazi ka Saliu, na kupton, e na duhet fines aty ke komentet. Në të kundër dilni ande, shkoni nga ke Rama, fare, ke Rama se ke Saliu, mos më qasni aty. Haj, pra se shifemi. Faleminderit për sa mund të na dëgjuat.